Një problem i mbartur prej më shumë se 30 vitesh në zonën e Shkjezës në bashkinë e Vaut-Dejsit po shkon drejt zgjidhjes. Rikualifikimi urban, veçanërisht asfaltimi i rrugëve, pritet të ndryshojë ndjeshëm kushtet e jetesës dhe lëvizjen e komunitetit. Banorët shprehen se gjendja e rrugës e kishte vështirësuar ndjeshëm qarkullimin për më shumë se 1000 banorë të zonës. Ky asfalt si baçat shumë vite që nuk ka bërë investim. Pa pak punë janë bërë investimet e kanaleve kulluse dhe jena shumë rëndërues për këtë zëni. Dhe jena në Rum që ja kena dhënë votin këtij dhe inshallah na moni çdo gjithmonë. Falenderojmë kryetarin e bashkisë, tash 35 vjet sa po kjo rrugë. E nevojshme jashtë masat. Kena vujt ne për balta ne për gjana. Ka bashkë falenderojmë shumë kryetarin. Tu është bën një investim i papam këtë fshat. Fal kryetarit bashkisë, zotit Kristian Shkeli, u bën mundun ky investim në këtë fshat, harrup për 3 dekada kusur. Janë 1080 banorë. Fshatit. Investimi është shumë i mirë për këtë fshat. Pjesa e rrugës sa keni nevojshme jo sot, por vite më parë. Me ardhin e Kristian Shkelit në krye të bashkisë, kjo punë që ato bën ky e ka premtuar në mandatin që ka kandiduar dhe kështu që me këtë punë edhe mandatin tjetër e ka fituar. Ju shërben banorëve për me shku fëmija në shkollë, për me kry nevojat e veta, është desht me kohë jo sot. Kjo rrugë është skandal, s'është kalu. Jo në kom, po as me mjetë bujësore jo. Kryebashkiaku i Vaut-Dejsit, Kristian Shkreli, bën të ditur se po vjen puna për realizimin e një investimi të rëndësishëm në infrastrukturë që përfshin 4.5 km asfalt linear, si dhe rikonstruksionin e rrugicave dhe degëzimeve që lidhin banesat e zonës. Ai thekson se kjo ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e komunitetit. Ndodhemi në fshatin Shkjezë, ku po bëjmë inspektimin e punimeve, të cilat janë drejt përfundimit. Po bëhet një ëndër 30 vjeçare këtyre banorëve realitet. Ka 30 vite që kërkojnë këtë rrugë që të shtrohen me asfalt. Ky investim po bëhet me fondet e bashkisë Vaut-Dejës. Arrim vlerën e rreth 700 milion lek të vjetra. Shpresoj që t'ju lehtësoj sa më shumë jetën dhe punët e komunitetit dhe të banorëve të këtij fshati. Ky investim përbën një hap të rëndësishëm drejt rikualifikimit të infrastrukturës rrugore, veçanërisht në zonat periferike të Vaut-Dejsit, të cilat prej vitesh kanë qenë jashtë vëmendjes.